تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e falënderojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Më thej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Umdatul Ahkam të autorit Abdul Ghani al-Maqdisi, I cili ka lindur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës në cilin jemi duke lexuar është tema babun nahi anil khalwati bil ajnabiyya, do të thonë ndalimi I veçimit ose izolimit, daljes veç me një grua të huaj. Edhe ka thonë te ky hadith që është 309, thot an Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal iyyakum wad-dukhul ala an-nisa. Pra thot Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë ju paralajmëroj dhe ruhuni, do të thonë që mos hyni te gratë as sesi, do të thonë të hyni te gratë në vetmi. Thot fa qala rajulun min al-ansar, pra një njeri prej ansarve tha, ja Rasulullah, ra'ayta al-hamwa, ka thënë I dërguari Allahut, si mendon për kunatin. Ka thonë, el-hamu el-mautu, pra kunati është vdekja. Dhe thot në Sahihun e Muslimit, pra vazhdon transmetimi I hadithit njëjt, thot an Abi Tahir, an Ibn Wahb, qal sami'tu al-Laytha yaqul, do të thonë me këtë zinxhir, pra transmeton nga Layth ibn Sa'd rahimahullah, se ka shpjegu këtë hadith, ka thonë el-hamu akhu az-zawji wa ma ashbahahu min aqarib az-zawji wa ibn al-ammi wa nahwihi. Do të thonë këtu fjala hamu që e përkthym, do të thonë kunat, e përfshin vllajën e burrit edhe të afërmit e burrit, familjarët e burrit, siç është biri I xhaxhait burrit e të tjerë. Mirë, ky hadith është qartë, më thonë, prandaj ka vendosur shpjeguesi këtu temën, pra titullin e temës, ndalimi I veçimit me gratë e huaja. Ka thonë, këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar në mënyrë të prerë dhe të ashpër, ka thonë iyyakum wad-dukhula ala an-nisa. Kjo fjalë pra për folësit e gjuhës arabe, iyyakum wa ad-dukhula. Thot pra ndoshta kush nuk ka mësuar rregullën e paralajmërimit, thot është e çuditshme për ata që fillojnë, domethënë në fillim të mësimit të gjuhës. Mirpo këtu ka dy folje të paramenduara. Ashtu ka në gjuhën arabe shumë raste që përmendet, domethënë vetëm një fjalë mbi të cilin vepron folja, po folja nuk përmendet. Do të thonë siç është këtu iyyakum, që do të thonë juve. Wad-dukhula,
dhe hyrjen të gratë, do më thënë fjalë për fjalë, juve dhe hyrjen. Qëllimi është uhadhirukum, do më thënë ju paralemroj, ju, pra t'jeni të paralemruar, dhe ruhuni hyrjes të gratë. Do më thënë, wahdharu ad-dukhula ala an-nisa. Do më thënë, ju paralemroj, pra ruhuni asësi mos e bani, do më thënë që të hyni të gratë, ose të dhomat e grave, do më thënë. Dhe qëllimi i këti ndalimi është, do më thënë, vecimi me një grua të huaj. Si thot Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, ka thënë, wala budda min i'tibarin an yakuna ad-dukhulu muqtadiyan lil khalwa. Do më thënë, patjetër duhet të ketë parasysh se kjo që ndalohet, do më thënë hyrja për të gratë e huaja, që nuk janë mahrem, ose nuk është gruaja jote, është, do më thënë, është për qëllim kjo hyrje në një dhomë që rezulton me veçim. Kjo është e ndaluar. Se për ndryshe, thot, emma idha lam yaqtadi dhalik, fala yamtani'. Por nëse nuk sjell kjo hyrje, veçim, atëherë nuk është e ndaluar. Dhe nëse mund të ketë rastet lloj-llojshme, do të thotë në një hapësirë, kur për shembull gruaja është me burrin e vet, ose me dikan prej mahremëve të vet, nuk është haram aty me hi. Nëse gruaja është e mbuluar sipas rregullave të shariatit, nuk është haram që të hyjë një burr tjetër për ndonjë nevojë për cilën është, ose do më thënë si që është në për institucione, në për spitale, në për mjetet e transportit, e kështu me radhë, do më thënë të gjitha këto nuk është e ndaluar nëse kjo hyrje në një hapësirë dhe gjithashtu takimi me ndonjë grua tjetër në një vend që është publik, do më thënë rrugë, për ndonjë nevojë, ose nëse gruaja ndalet për shembull për të blerë diçka në pazar e kështu me radhë, ose në dyqan, por që është publik, do të thënë dera është e hapur ose është e dukshme, do thotë atëherë kjo nuk është e ndaluar, kurse ajo që ndalohet është një hyrje, do të thënë një hapësirë të mbyllur që rezulton me veçim. Atëherë mbetet vetëm burri me gruan e huaj. Atëherë kjo është e ndaluar, pa marrë parasysh, do të thënë, cilat janë rrethanat. Nuk lejohet veçimi i një burri me një gruaje, me një grua të huaj, ose me gra të huaja, do të thënë, nuk lejohet veçimi, dhe gjithashtu nuk lejohet hyj në një vend pa paralajmërim, do të thënë që gratë mund të jenë të pambuluara, gjithashtu ajo është e ndaluar. Pra ky është qëllimi i këtij hadithit. Iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa. Do të thënë ruhuni dhe ju paralajmëroj, pra ta keni vini re, keni kujdes, mos hyni te gratë. Do të thënë mos ruhuni prej hyrjes te gratë. Nga kjo, kur kam dëgjuar sahabët dhe kanë kuptuar se ka raste që ndodhin më shpesh. Do të thënë që ka mundësi të ndodh më shpesh, vllai i burrit për shembull hyn te shtëpia e vllait të tij, dhe ka mundësi që të jetë vetëm nusja e vllait aty në shtëpi, ose dikush tjetër prej të afërmve, ka thënë ra'aita al-hamu. Kjo fjalë hamu, do të thënë të afërmit e burrit për gruan, quhet njëjës është hamun, shumësi është ahma. Do të thënë, e dini ju si themi në miq, do të thënë burri thot familjarëve të gruas miq, ose njëri tjetrit i thonë miq ose miqasi, por ka më specifike në gjuhën arabe është familja e burrit dhe familja e gruas, këto dy familje që kanë qenë të huaja, quhen pastaj ashar. Njësi është sihr, shumësi ashar, do të thënë janë bërë miq, janë miqasu përmes martesës. Kurse burri, familjarët e gruas, do të thënë babën, vëllezërit ose xhaxhallarët e kështu me radhë rrethin e gruas, e quhen akhtan, që është shumë si fjalës khatan. Dhe gruaja familjarët e burrit
që hin aty babai burrit, vllai burrit, xhaxhai e kështu me radhë, domethënë kjo familje e afërt e burrit quhen ahma ose njësi është hamu. Prandaj që ta kuptojmë hadithin plotësisht, kur thot ara'ayta al-hamwa, domethënë si mendon për këta, miqtë e gruas, me thonë, pra familjarët e burrit, dikush prej familjarëve, për shembull, babai i gruas ose vllai i gruas ose babai i burrit, ose vllai i burrit, ose xhaxhai i burrit, ose djali i miqës burrit, domethënë si mendon për ata, si thua ose si na thua për ata, ka thënë el-hamu el-mautu, domethënë pra këta janë vdekja. Që normalisht kur përmendet vdekje, në përgjithësi ka qenë të folurit e arabëve, domethënë paralajmërim shumë i rëndë, domethënë rrezik shumë i madh. Mirpo disa prej dietarëve kanë thonë, dhe shumica e dietarëve thonë se kjo fjali është për ndalim, dhe disa thonë se është për lejim. Domethënë el-hamu el-mautu, ose si thamë në përgjithësi kur përkthehet kunatëria, si me thonë e nusës, pra familjarët e burrit janë vdekja. Domethënë si vdekja e pakapërcyeshme, patjetër duhet, ata mendojnë mos duhet hinte familja domethënë te shtëpia e atij burri, patjetër do të hyjnë. Prandaj kanë thonë se është për qëllim babai i burrit. Pra kur ka pyetur për babain e burrit. Pra me këtë, domethënë kjo fjali është për lejim. Është për qëllim babai i burrit, i cili është mahram për nusën. Domethënë atëherë është patjetër ai do të hyjë, nuk ka mundësi të iket, edhe prandaj nuk është ndaluar. Por siç tham, shumica e kanë mendimin se fjalia është për ndalim. Që do të thonë se në këtë fjali hyjnë ata që nuk janë mahram për gruan. Domethënë duke filluar nga vllai i burrit edhe më larg të tjerët. Do thonë kjo është, shpresoj të jemi të qartë, domethënë disa që kanë thonë se fjalia është për lejim, atëherë do thotë se nënkuptohet për babain e burrit, se mund të hyjë te shtëpia djalit të tij, domethënë mund të hyjë babai te shtëpia djalit vet, edhe nëse është vetë nusja në shtëpi, nuk ka ndalesë. Dhe domethënë kjo fjali, domethënë el-hamu el-mautu, domethënë që është për lejim. Kurse shumica e kanë se është për ndalim. Domethënë pse është kjo? Pasi e kanë kuptuar sahabët se te gratë që nuk janë mahram nuk lejohet me hy. Por kanë pyetur për diçka që ndodh shumë shpesh. Vjen vllai i burrit, do thotë, edhe atëherë ka paralajmëruar edhe më ashpër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çka është kjo? Njëherë pse ndalohet hyrja dhe veçimi me gratë huaja? Sepse është rrugë për të arritur në haram, domethënë rrugë shumë e rrezikshme. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur veçohet një burr me një grua, shejtani është i treti. Domethënë patjetër punon edhe ngjallen do thotë dëshirat dhe epshet, edhe është rrugë për të rënë në haram, edhe rrugë shumë e sigurt, do thotë për të rënë në haram. Prandaj rregulla e shariatit është çdo ose rregulla është rruga ose mjeti e ka normën ligjore të rezultatit. Domethënë një mjet, çfarë rezultati sjell? Atëherë do thotë si është rezultati, gjithashtu është edhe mjeti, të njëjtën hukm, të njëjtën normë ligjore shariatike e ka. Dhe ky veçimi zakonisht sjell rënien në haram. Prandaj edhe veçimi vetë në vetvete është haram. Domethënë çdo rrugë që çon në haram është haram. Por kur përmendet kunati, për shembull, ose djali i xhaxhait të burrit, pse është edhe më e rëndë se është përmendur në me shprehjen e vdekjes, sepse kjo mund të ndodhë më shpesh.
edhe në mënyrë më të lehtë. Dhe dyshimi i njerëzve mund të jetë më i vogël. Për këtë shkak, arritja në haram mund të jetë edhe më e lehtë. Prandaj ndalimi që ka ardhur në şeriat është edhe më i ashpër. Pse? Se mund të vijë vllai, domethënë te shtëpia e vllait vet, edhe njerëzit e shohin edhe nuk dyshojnë. Ose në përgjithësi, domethënë nuk dyshohet. Mirë po, rreziku është si rreziku i vdekjes. Domethënë nga ky veçim mes një burri dhe një gruaje të huaj. Nga një aspekt tjetri, pastaj pasojat, nëse ndodh ai haram dhe ndodh ajo prishje, pasojat për të dy familjet, ose në realitet këtu për 3 familje, domethënë pasojat për atë familjet, atij burri, dhe pasojat e familjarëve të tij dhe pasojat e familjarëve të gruas, domethënë janë shumë të rënda që prandaj krahasohen me vdekjen. Domethënë rreziku prej tyre është vdekja. Është si rreziku i vdekjes. Edhe sjell vdekje, në realitet, sjell vdekje, vrasje, prishje, lufta mes familjarëve. Për këtë shkak, domethënë duhet të jetë ruajtja shumë e madhe. Dhe kjo është diçka e padyshimtë. Pra sheriati na ka tregu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur veçohet një burr me një grua të huaj, domethënë shejtani është i treti. Edhe nuk guxon askush të thotë se mu nuk ndodh, ose të thotë nuk ndodh kjo, ju jeni që teproni, domethënë se nuk është secili që ka mendime të këqija e kështu me radhë, kjo nuk është e vërtetë. Edhe duhet ta di njeriu se mund të jetë i mbrojtur vetëm me mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mbrojtja e Allahut fitohet duke i zbatuar rregullat që i ka zbrit Allahu i lartësuar. Si ka thënë Allahu: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan." Domethënë, nëse s'ishte dhuntia e Allahut, mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij ndaj jush, askush prej jush nuk do të ishte pastruar asnjëherë. Mos kishin qenë këto të mira që na i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala dhe mëshira e tij, edhe ky ligj që i përsosur që na ka sjellë Allahu, nuk do të ishte pastruar askush asnjëherë. Walakin Allah yuzakki man yasha, por Allahu e pastron këtë doj. Domethënë ja pastron moralin dhe shpirtin kujt të doj. Wallahu sami'un alim. Dhe Allahu është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Dhe ndalimi për veçimin është për të dy gjinit, edhe për burrat edhe për gratë. Se e shohim në këtë hadith, domethënë i drejtohet ndalesa dhe kufizimi u drejtohet burrave. Pra mos hyni te gratë. Nuk është në sheriat diçka që kufizohen vetëm gratë, sepse armiqtë e Islamit thonë, domethënë për këto mendimet perverse të burrave të tyre duhet patjetër gratë të vujnë. Kjo nuk është e vërtetë. Domethënë të njëjtat urdhra dhe të njëjtat ndalime i kanë ardhur edhe burrave dhe grave. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Domethënë thuaj besimtarve, pra burrave, thuaj që ta ulin shikimin dhe ta ruajnë nderin e tyre. Dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun. Domethënë kjo është më e pastër për ta, që shikimin, domethënë mos ti shikosh gratë e huaja, mos ti hapësh syt, domethënë kur ecin gratë ose kur kalojnë kështu me radhë, dhe gjithashtu ta ruash nderin me mbulesën sheriatike që është për burrin, me mbulimin e auretit, me largimin prej vendeve të dyshimta. Kjo është më e pastër për ata, domethënë për burrat besimtar, dhe Allahu është i gjithdijshëm për imtësitë e veprave që i bëjnë ata. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Edhe gjithashtu thuaj besimtareve, grave, domethënë, ta ulin shikimin dhe ta ruajnë nderin e tyre. Domethënë njësoj si për burrat edhe për gratë duhet të bëhet kjo përpjekje dhe ky kufizim, domethënë për uljen e shikimit dhe ruajtjen e vetvetes. Secili besimtar dhe secila besimtare e ka obligim për vete ta ruaj shikimin nga shikimi haram dhe ta ruaj veten e vet nga shikimet harame, domethënë nga shikimet e të tjerëve ose nga veprimet e të tjerëve. Edhe burri edhe gruaja njësoj. Edhe
Përshëndetja duke prekur dorën, gjithashtu është si për burrat haram edhe për gratë. Nuk është vetëm për gruan haram, se sa kam dëgjuar, do të thonë, një çështje çesharake edhe për të qajtur, për të qarë, që është, më thënë se ka thënë për burrin nuk është haram, për gruan është haram me folë për dorë. Harami është për të dy palët, edhe të shikimi gjithashtu, edhe të veçimi. Prandaj, nëse njerëzit i përmbahen ligjeve të Allahut, patjetër se do të jenë, Allahu do t'a japë këtë mirësi që të jenë të mbrojtur nga shkatrimi edhe të mbrojtur nga dënimi dunja dhe në ahiret. Wallahu a'lam. Pastaj tema tjetër që është prej këtyre temave në lidhje me nikahun është ku ka thënë autori rahimahullah babus sadaq. Domethënë tema për mehrin. Fjala mehr, shumica e kuptoni, domethënë është diçka që i jepet gruas si dëmshpërblim për lejimin e marrëdhënieve intime me të. Domethënë pasi ka lejuar veten e saj ose trupin e saj, domethënë duhet t'i jepet diçka si shpagim ose dëmshpërblim, domethënë, dhe kjo pagesë është emërtuar me shumë emra në Kur'an dhe Sunet, është me emrin sadaq, gjithashtu është përmendur ferida. Sadaq do thotë një dhënie që tregon për sidq, për sinqeritetin e lidhjes. Thonë që e ka burri me të vërtet niyetin që të ketë lidhje të lejuar me këtë grua, edhe lidhje të përhershme, pra me këtë nijet. Prandaj me mehrin e vërteton këtë sinqeritet. Ndryshe është quajtur edhe ferida, pra në Kur'an po ashtu, që do të thonë si hise e detyruar, obligim që e ka burri t'ja japë gruas. Po ashtu është quajtur nihle, edhe kjo që do të thonë si dhurat e mirë, dhurat do të thonë e kënaqshme, kështu me këtë kuptim. Edhe po ashtu është quajtur mehr në Sunet, që është i njohur, do thotë këto janë emrat për këtë që i jepet gruas. Dhe argumenti për ligjshmërinë e mehrit, edhe për obligimin, gjithashtu detyrimin e mehrit, është me argumentet e Kuranit, argumentet e Sunetit, me ixma edhe me qiyas. Do të thonë me gjitha llojet e argumenteve të shariatit. Në Kur'an ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Do të thonë jepuni grave këtë sadaq, do të thonë që u përmend, pra jepjani mehrin si dhurat e kënaqshme për to. Edhe në shumë ajete përmendet mehri, gjithashtu është përmendur se ka qenë edhe në ligjet e pejgamberëve të mëhershëm, do të thonë është mehri është një ligj i lashtë. Shumë, do të thonë, të pejgamberët e mëhershëm edhe të popujt e mëhershëm edhe në këtë umet deri në ditën e gjykimit vazhdon ligjshmëria e kësaj çështje. Pra si ka përmendur Allahu për Musain alayhis salam kur ka shkuar në Medjen, i ka thënë ai plaku i Medjenit ose ka qenë pejgamber i Allahut, ka thënë inni uridu an ankihaka ihda ibnatayya hataini. Do të thonë dua të ta jap për martesë njërën prej këtyre dy vajzave të mia, ala an ta'jurani 8 hijaj. Do të thonë që të më shërbesh 8 vite. Do të thonë 8 vjet punë si meher për martesën me bijen e tij. Fa in atmamta 10 fa min indik, edhe nëse do t'i plotësosh 10 vjet, ato janë, do të thonë prej teje. Ajo është nëse do ti mund t'i plotësosh 10 vjet, por 8 vjet ka qenë mehri. Dhe po ashtu në Sunet, në disa hadithe që do t'i përmendim këtu, edhe shumë hadithe të tjera, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadid. Do të thënë kërko diçka pra i thot burrit, kërko diçka që t'i japësh si meher gruas, qoftë edhe një unaz e hekurt. Do të thënë diçka
patjetër tjetë, domethënë që t'i japësh diçka. Edhe është pra ixma të gjithë sahabët e tabin, edhe gjithë dietarët e umetit janë të një zëshëm, unanim, domethënë për ligjshmërinë e mehrit, sepse argumentet janë të shumta dhe siç tham, edhe është në bazë të kiasit të sakt, analogjisë të sakt. Domethënë pasi gruaja sakrifikon diçka, atëherë patjetër edhe t'i jepet diçka, për këtë është ligji shariatit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk ka në shariat nuk ka caktuar minimum ose maksimum për mehrin. Nuk kemi ndonjë argument që thotë se në atë nivelin maksimal të mehrit sa mund të kërkoj gruaja ose sa mund t'i jepet, edhe gjithashtu s'ka për nivelin minimal. Por diçka duhet të jetë, edhe si do ta shohim, ka mundësi të jetë edhe ndonjë shërbim, ndonjë dobi e dunjas ose e fesë. Mund të jetë, domethënë edhe në këtë formë mehri, por duhet të jetë diçka patjetër. Po nuk është i caktuar as kufiri minimal as kufiri maksimal. Këtu hadithet që i ka përmendur autori rahimahullah është hadithi i radhës 310. Ka thënë an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyya wa ja'ala 'itqaha sadaqaha. Më thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka çliruar Safijen, domethënë prej robrisë, dhe e ka bërë çlirimin e saj mehrin për ta, sepse është martuar me të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo është bërë nëna e besimtarëve. Safia bintu Huyej radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve Safia bintu Huyej. Pra është bia e Huyej ibn Ahtab, i cili ka qenë prijes i fisit Banu Nadir, prej çifutëve të Medinës. Dhe pas luftës Hendekut, pasi kanë tradhtu këta Banu Nadir dhe i ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë janë shpërngul prej Medinës dhe shumica e tyre janë dalë në Khajber. Edhe ky udhëheci është ndalur në Khajber, edhe bija e tij Safia, e cila ka qenë e martuar, mirëpo në luftën e Khajberit, atëherë është vra, edhe baba i saj, Huyej, edhe burri i saj janë vrarë në luftën e Khajberit. Dhe pasi është mposhtë Khajberi, edhe kanë fituar muslimant, atëherë janë marrë gradë dhe fëmijët, domethënë si robër, edhe automatikisht bëhen sklevër. Dhe kur janë nda sklevrit, i ka taku Safia, i ka taku njërit prej sahabëve, që quhet Dihje el-Kelbi, radhiyallahu anhu. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërku që ta ndroj me një tjetër robresh dhe atë ta marrë Safien ta marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e ka çliru dhe është martuar me ta. Dhe sahabët kur domethënë kanë qenë në dilemë, a e ka mbajtë si robresh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo si grua të kurorzuar, edhe kanë thonë do ta shohim nëse e mbulon me hijab, atëherë domethënë është e lirë dhe është gruaja e tij. Nëse nuk e mbulon, domethënë është robresh. Kjo ka qenë shenjë në atë kohë dhe në të gjitha civilizimet që dihen, edhe që është përmendur diçka që ka ndonjë dokument, përmendet se gratë e lira kanë qenë të mbuluara, kurse robreshat kanë qenë të zbuluara. Edhe sot, domethënë çdo herë kjo deri shumë vonë, deri në kohë shumë të vona, ku kanë bërë një propagandë të kriminale, djallëzore, që gratë i kanë bindur se liria e tyre është që të zbulohen. Edhe në realitet, edhe e dim ne, domethënë secili njeri i mençur, secili burr i mençur dhe secila grua e mençur e kupton se ky zbulimi në realitet është për ngopjen e epsheve të burrave të degeneruar. Domethënë, prandaj është në realitet robri. Domethënë që duan ata t'i tregojnë gruas se si të zhvishet, domethënë, që ta shohin më shumë.
Domethënë është ditur që robresha rri e zbuluar, kurse e lira, gruaja e lirë dhe dinjitoze është e mbuluar. Edhe pastaj kanë pa që Safia radhiyallahu anha ka qenë e mbuluar, edhe kanë kuptuar se është nënë e besimtarëve. Pse ka ndodhur kjo? Pra kanë përmendur disa prej dietarëve, kanë thonë se duhet të kuptohet që kjo grua ka qenë bia e prisit të atij vendi, ose të atij fisi, më thënë, edhe ka qenë e bia e prisit, njeriut me pozitë shumë të lartë. Dhe gjithashtu burri i saj ka qenë me pozitë shumë të lartë. Edhe tani ka ndodhur që populli i saj është mpostur, edhe janë nënçmu, do të thënë janë marrë tani si robër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka në përgjithësi, do të thënë ka qenë qasja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mënyra si ka këshilluar sahabët, ka thonë irhamu azize qaumin dhal. Do të thënë mëshirojeni atë, do të thënë njeriu me pozitë të një populli që është nënçmu. Pra populli që ka qenë, populli kur ka qenë i lirë ose në vendin e tij që e ka pas njerëz që kanë qenë me pozitë më të lartë. Dhe kur ky popull ulet, atëherë duhet ta mëshironi atë më të parin, atë që ka qenë me pozitë, do të thënë, t'i ruhet nderi dhe dinjiteti. Edhe për këtë shkak, do të thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tani për këtë grua të re, e cila e ka pas preardhjen prej një udhëheqësi të fisit, edhe ka pas burr me peshë të madhe, nuk ka dashur që të mbetet kjo njëherë të mbetet si robresh, dhe robresh e një individi, do të thënë, prej përgjithësisë muslimanëve. Por, të paktën, nëse kishte qenë robresh e udhëheqësit tani të muslimanëve, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të ishte më e lehtë për zemrën e saj dhe për emocionin e saj. Por edhe për te kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka liru, do të thënë që mos rri në statusin e robreshës, por të bëhet gjithashtu grua e lirë dhe të bëhet nënë për besimtarët. Do të thënë gjithashtu edhe përsëri në pozitën më të lartë në mesin e besimtarëve, si nëna e besimtarëve, radhiyallahu anha. Dhe pastaj e ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë, dhe ajo e ka pranuar Islamin dhe ka qenë e fuqishme në Islam, po ashtu në ibadet e kështu me radhë. Dhe ajo është ajo që përmendet që e ka vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në itikaf, edhe duke dalë prej xhamisë e ka shoqëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë kalu dy prej sahabeve, kur e kanë pasur se është me gruan e tij, do të thënë kanë menduar se është me gruan e tij, kanë ecë më shpejt, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngadalë, kjo është Safia. Edhe ata kanë thënë subhanallahu, për ty dyshoj më i dërguari i Allahut, ka thënë se shejtani qarkullon në trupin e birit Ademit si qarkullon gjaku. Do thotë edhe ka mundësi të fusë dyshim. Mund nesër duke e gry krimbi i këtij dyshimi, duke menduar se ishte me një grua, çka, domethënë vijnë dyshimet e njerëzit, siç e dini se pa largimin e dyshimit, duke ndet njeriu vet, edhe duke pas këtë krim, domethënë në zemrën e tij, atëherë e ha më shumë, e gryen më shumë edhe, prandaj ka dashur që ta largoj ta shkul këtë dyshim. Kjo ka thënë kjo është Safia, radhiyallahu anha. Po ashtu është përmendur se njëherë kanë pas një përplasje, Hafsa, bia e Omerit, me Safijen, bien e Huyej ibn Akhtab, dhe i ka thonë, do të thënë i ka thonë Hafsati bia e Qifutit, bia e Jahudis. Edhe ajo është mërzit, do të thënë, i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inneki la ibnatu nabi. Se përndryshe fisi Banu Nadir e kanë preardhjen prej Harunit alayhi salatu wassalam. Do të thënë, pra në gjenealogjinë e tyre shkojnë deri te Haruni alayhi salatu wassalam. Edhe prandaj i ka thonë ti je bi e pejgamberit.
pra bia e Harunit me preardhje. Dhe xhaxhai i yt është pejgamber, Musa alayhi salatu wassalam, dhe burri i yt është pejgamber. Edhe i ka thënë, atëherë pse ajo të mburret para teje më shumë? Edhe i ka thënë ittaqillaha ya Hafsa. Do të thënë ruhu Allahut e Hafsa mos fol fjalë të këtill. Mirë, do thotë qëllimi, e morëm vesh historinë e Safijes radhiyallahu anha. Qëllimi është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka liru, edhe i ka thonë, pra ja ka thonë këtë sistem, i ka thonë pra tjerë dhe nga udhëheqje, me kuptim, nga udhëheqësi i një populli, më thënë erdhe te pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Ai e kënaqur dhe ajo ka thënë po, ka thënë a do edhe më shumë, do të thënë të liroj, edhe ky çlirimi për robrisë të bëhet mehr për ty dhe ti të martohesh me mua, dhe ajo ka pranu, edhe ka qenë e kënaqur gjithashtu. Do të thënë e ka bërë çlirimin e saj mehr për të. Edhe kjo është një prej këtyre argumenteve se mehri mund të jetë edhe ndonjë dobi e dunjas ose e fesë. Dhe çlirimi prej robrisë është dobi e madhe edhe për dunja dhe për fe. Do të thënë, pra kalon nga statusi i robit ose i sklavit në status të njeriu të lirë, është dobi e madhe për dunja, dhe po ashtu ka pas dobi të madhe për në fe se është ngrit në statusin e nënës besimtarve. Radhiyallahu anha. Pra ky hadith vërteton se lejohet robresha të martohet në këtë mënyrë. Do të thënë, pronari i saj mund ta kërkojë për martesë që mehri për ta të jetë çlirimi i saj. Mirë po, për këtë çështje ka ihtilaf të dietartë. Këta, do të thënë, shumica e mëdhëbeve, Maliki, Shafi dhe Hanefi, kanë thënë se nuk lejohet që mehr për të jetë çlirimi, sepse kontrata, do të thënë, duhet ta kuptojmë mënyrën e argumentimit. Kontrata e nikahut bëhet në gjendjen e robrisë. Edhe ajo si robresh nuk ka të drejtë të lidhe kontrata. Do thënë, ato çdo gjë i takon pronarit të saj. Edhe prandaj, nëse e pranon këta, në momentin që çlirohet, atëherë nuk vlen ato kontrata që ka bërë më herët. Kështu që s'mund të bëhet çlirimi mehr për të. Nëse është pas çlirimit që e ka marrë këtë vendim, atëherë nuk mund të bëhet mehr diçka që ka kalu. Do të thënë, atë që ta kam dhënë vjet, të bëhet tash mehr, ose dje për shembull, nuk mund të bëhet. Prandaj kam thënë se nuk mundet që çlirimi prej robrisë të jetë mehr. Po si janë përgjigj për këtë hadith, atëherë, hadithi është i qartë. Kam thënë se kjo është e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, këto, do të thënë, Hanefi, Maliki dhe Shafi kështu kanë thënë, kurse Imam Ahmedi thot se lejohet, pasi kjo është tekstualisht në hadith. Edhe argumentimi i tyre me qiyas bie, sepse qiyas nuk lejohet të përdoret për ta kundërshtuar tekstin e shpalljes. Do të thënë, tekstualisht e kemi hadithin, nuk mundet me këto krahasime kështu me radhë të bëhet të rrëzohet ky tekst, do të thënë. Edhe me kaq mjafton. Mirë po, gjithashtu këta dietarë të mëdhëbit Hambeli kanë edhe argumente tjera. Kanë thonë gjithashtu se pronari, këtu bëhet fjalë që pronari i sklavit e bën kontratën. A ka të drejtë pronari ta martoj atë skllave me dikën tjetër, edhe të caktoj mehr? Ka të drejtë. Do të thënë, sikur babai për bijën, gjithashtu edhe pronari për skllaven e tij. Kështu që, do të thënë, kontrata është e plotë, edhe nëse ja jep dikujt këtë skllaven, do thotë, me martesë të këtillë, do të thënë, është e lejuar. Kështu që edhe për vete, nëse pajtohet ajo sklavja, do të thënë, mund ta bëj të njëjtën.
Kurse argumenti se kjo ka qenë e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhet është e qartë se për të thënë për diçka se është e veçantë, duhet argument. Pra fjala dhe vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ligjvënie në shariat, sepse ka folur dhe ka vepruar vetëm me shpallje nga Allahu. Dhe kjo ligjvënie mund të kundërshtohet vetëm me argument të drejtë për drejtë, që të thotë se kjo është e lejuar vetëm për dërgumin e Allahut dhe nuk është e lejuar për askën tjetër. Dhe gjithashtu, si thamë më herët, pra çlirimi nga robëria është një dobi që edhe blihet me pasuri. Domethënë ka robër, në realitet edhe është transmetuar edhe për Xhuvejrin radhiyallahu anha, se ajo ka bërë kontratë me atë që e ka pas, domethënë pronësi si robresh, edhe atëherë ka shku ka kërku ndihmë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta paguaj. Do thotë, ajo është tjetër histori, do thotë në luftën e Beni Mustaliq. Do thotë, pra robi mund të lidhë kontratë me pronarin që ta paguaj lirimin e vet. Kështu që lirimi është një dobi ose është një shërbim, domethënë i njohur. Prandaj mund të jepet edhe si mehr. Mirë, kjo është për ta kuptuar këtë çështje, megjithëse momentalisht në kohën tonë nuk ekziston kjo në praktikë. Pastaj në hadithin e radhës thot an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت pra thot Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu se një grua erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha inni wahabtu nafsi lak, do të thonë unë ta dhuroj veten time ty, pra për martesë. Fa qamat tawilan, edhe qëndroi ajo në këmbë për një kohë gjatë. Pra nuk I është përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot një njeri tha, o I dërguari I Allahut, zawwijniha illam yakul laka biha haja. Ka thënë o I dërguari I Allahut, nëse ti nuk ke nevojë për ta, atëherë më marto mua me ta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hal indaka min shay'in tusdiquha, a ke diçka që t'i japësh për mehr? I ka thënë atij burrit. Ai ka thënë ma indi illa izari hadha, nuk kam asgjë përveç se këtij izari. Kurse izar, siç e dini, është një robë që mbështillet domethënë mbështjell burri në belin e tij, në mesin e tij, edhe mbulon pjesën nga kthiza deri poshtë gjunjëve ose deri pothuajse në fund këmbëve. Kjo quhet izar. Ka thënë vetëm këtë kam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam izaruk, domethënë izarin do t'ja japësh për mehr. In a'tajtaha jalasta wala izara lak. Domethënë nëse e jep këtë do të mbetesh pa izar, do të mbetesh lakuriq. Faltamis shay'an. Ka thënë kërko diçka. Domethënë gjej diçka ose furnizohu me diçka. Ka thënë nuk kam asgjë. I ka thënë iltamis walau khataman min hadid. Domethënë kërko diçka ose gjej, pra ose fito diçka, qoftë edhe një unaz prej hekuri. Thot faltamasa falam yajid shay'an. Kërkoi, ndoshta domethënë ka kërkuar borxh ose është mundu të gjej, edhe nuk ka gjetur asgjë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hal ma'aka shay'un min al-Qur'an, a ke diçka prej Kuranit, domethënë a di përmendsh në një sure? Ka thënë po. Ka thënë zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Domethënë po të martoj me ta për Kuranin që e ke, domethënë për ato sure që I dit, ja mësosh kësaj gruaje. Pra edhe këtu në këtë hadith vërtetohet se mund të jetë dobia ose shërbimi, mund të jetë mehr. Kjo grua ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe I ka ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të martohet me ta, domethënë, edhe ja ka thënë ta dhuroj vetveten. Edhe kjo është e lejuar, kjo është e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë gruaja nuk mund të martohet me ndonjë burr pa lejen e kujdestarit të saj. Përveç ato me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë nuk ka pasur
nuk ka qenë kusht kujdestari. Se ka thënë Allahu i lartësuar, wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin-nabi. Do të thonë, edhe pra i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gratë që të lejohen për martesë, dhe një grua besimtare nëse ajo e dhuron veten e saj për profetin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Nëse dëshiron pejgamberi që të martohet me të, khalisatan laka min dunil mu'minin. Do të thonë e veçantë për ty, jo për besimtarë të tjerë. Pra kjo rregull ose ky parim, kjo normë është e veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse një grua besimtare thotë unë ta dhuroj veten time për martesë. Pra ka ardhur kjo gruaja edhe ka ofruar veten për martesë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur që të martohet me ta dhe nuk i ka thënë nuk dua të martohem me ty. Se edhe kjo është gjithashtu një formë e refuzimit që e thyen zemrën e asaj gruaje, por ka heshtur. Dhe pasi sahabët me zgjuarsinë dhe mençurinë e tyre kanë kuptuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe heshtjen. E kanë kuptuar çfarë qëllimi ka edhe prej, domethënë, lëvizjes së fytyrës së tij ose uljes shikimit, domethënë e kanë kuptuar mirë se çka do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose kur nuk i pëlqen diçka. Prandaj ka shpresuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mund të paraqitet dikush tjetër të martohet me ta, mos ta ktheje domethënë në atë mënyrë. Edhe ashtu ka ndodhur pas një kohe kur e kanë kuptuar sahabët se nuk do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të martohet me ta. Ka thënë njëri, më marto mua. Domethënë tani pasi ajo është e vendosur që të jetë dhuratë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë ai mund të vendosë për martesën e saj. Edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pranuar që ta martojë me të, por ka thënë pasi ja ka ditur gjendjen, ka thënë a ke diçka për t'i dhënë për mehr, se duhet patjetër domethënë t'i japësh diçka. Edhe ai ka thënë izarin tim, ka thënë izarin mbetesh lakurigj, domethënë nëse e jep izarin, por gjej diçka. Edhe ky është argument se nuk ka kufi, domethënë të minimales, minimum sa duhet të jetë mehri, por mund të jetë çka do qoftë, vetëm të jetë ndonjë lloj e pronës ose shërbimit. Pra argument është fundi i hadithit se edhe shërbimi mund të jetë pra mehr. Por edhe në këtë çështje ka ihtilaf të dietarët. Disa prej dietarëve kanë thënë se ka minimum mehr. Dikush ka thënë se minimumi, pra Imam Maliku ka thënë se minimumi është 3 dinar. Do të thënë 3 dinartarit, ose ndoshta parafrasisht sigur 3 lira që dihen te ne, sepse ky është minimumi për prerjen e ose 3 dirhem, 3 dirhem, sepse ky është minimumi për prerjen e dorës. Më nëse dikush vjedh diçka më pak se 3 dirhem, vetëm është dirhem ose dinar ta këtu. Po, 3 dirhem, ka thënë Imam Maliku, 3 dirhem është minimumi, sepse me aq pritet dora. Do thotë se ajo është prej atij momenti është pasuria që ka vlerë te njerëzit. Nëse është më pak, do të thonë nuk quhet asgjë. Pra për këtë shkak kanë thënë 3 dirhem është minimumi, kurse Abu Hanifja ka thënë minimumi është 10 dirhem. Edhe kështu Imam Shafiu ka thënë se çdo gjë që quhet pasuri, çdo gjë që quhet pasuri, do të thënë është dhe që mund të shfrytëzohet, mund të jetë për mehr, pa marrë parasysh do të thotë sa është sasia. Dhe te shërbimi, pashtu ka ihtilaf. Këtu Sheikh Zejdi thotë se si duket më shumë anon, do të thonë, ose qetësohet zemra, se duhet 3 dirhem të jetë minimumi. Pasi është, do të thonë, prej asaj sasie quhet diçka te njerëzit. Se me qenë më pak, do të thonë, pasi as dora nuk pritet, nëse ka vjedhur 2 dirhem për shembull dikush, nuk i pritet dora, do të thonë se nuk është pasuri e vlefshme. Kështu që prej asaj sasie
duhet llogaritet mehri edhe më lart. Por te shërbimi, gjithashtu kanë thënë shërbimi, edhe pse teksti i hadithit është se i ka thënë për Kur'an. Mirë po kanë thënë shërbimi gjithashtu duhet të jetë në kuptimin e pasurisë. Se për shembull nëse i mëson Kur'an ose ja mëson akiden dikujt, ose i mëson diçka prej fesë, do të thënë prej fikut, për këto nuk lejohet të kërkohet pagim. Do të thënë për mësimin e Kuranit nuk lejohet të kërkohet pagim, ose për mësimin e fikut, akides, nuk lejohet kërkimi kushzimi, do të thënë i nxënësit që të paguaj që t'i mësoj këto dituri. Por për ndonjë dituri që mund të kërkohet, për shembull për mësimin e gjuhës ose gramatikës ose do të thënë këtyre diturive mund të kërkohet, atëherë kjo mund të bëhet meher, kam thënë. Mund ta kërkoj gruaja si meher, me ia mësu arabishten për shembull. Nëse vetë ai burri mund t'i mësoj. Për këto lejohet kërkimi i pasurisë, prandaj lejohet edhe të jepen si meher. Për hadithin çka kanë thonë? Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë me ato të Kuranit. Kanë thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu gjithashtu edhe për këtë kanë thonë se kjo ka qenë e veçantë për këtë sahabi. Se ka thonë, do të thonë me që kjo e bardh këtë gjuhë arabe, bima ma'aka min al-Quran, do të thonë për shkak se ti ke diçka prej Kuranit, di diçka përmendës prej Kuranit, atëherë ta jap për martesë, edhe pse nuk ke asgjë të japësh për meher. Kështu janë përgjigjur. Se ka një tjetër transmetim se ka thonë, kur e ka pyetur a di diçka prej Kuranit, ka thonë e di surën Bekare, Ali Imran edhe Nisa. Edhe ka thonë atëherë të martoj për shkak të asaj. Kështu është komentimi i këtyre, se për shkak se di përmendës prej Kuranit, atëherë të martova me këta. Po, kjo është mendimi i tyre. Megjithse dhe janë vërtetu, janë argumentu gjithashtu po me tjetër transmetim që thotë kjo është e veçantë për ty dhe jo për dikant tjetër. Mirë, po kjo pjesë, kjo shtojtë e hadithit është e dobët, edhe nuk mund të merret për argument. Prandaj, megjithse kjo është qiyas, që kanë thënë se për këto nuk lejohet marrja e pasurisë për mësimin e Kuranit, atëherë gjithashtu nuk lejohet me të jepet si meher. Kjo është qiyas, kurse kur e kemi argumentin e drejtë për drejtë, punojmë me argumentin. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka pranuar këtë si meher, do të thënë mësimin e Kuranit. Wallahu a'lam. Po, edhe ashtu argument tjetër është ajeti që e përmendëm më herët, se te Musa alayhis salam ka thonë duhet ta martoj, të ta jap për martesë, do të thënë njërin prej këtyre vajzave që të më shërbesh 8 vjet. Do të thënë shërbimi dhe dobia e dunjas ose e fesë mund të merret si meher. Wallahu a'lam. Në hadithin e radhës, hadithi tjetër është nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka parë Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu, i cili ka pasur njolla të safranit, do të thënë në rrobën e tij. Dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Mahjem", do të thënë si është puna, si është çka është çështja jote. Ka thonë, o i dërguari i Allahut, u martova me një grua. Ka thonë, "Ma asdaqtaha", çka i dhe për sadak ose për meher? Ka thonë, "Wazna nawatin min dhahab", do të thënë i dhash një, do të thënë ar, sa kjo nawat është komentuar me komente ndryshme, qëllimi është si 5 dinar të arit. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fa barakallahu lak", do të thënë Allahu të bekoft në martesë, "Awlim walau bisha", do të thënë bëj walime, qoftë edhe me një dele vetëm, do të thënë bëj walime ose dasëm. Pra ky hadith shikoj flet për Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu, i cili ka qenë një prej sahabeve më të pasur, ose ndoshta më i pasur i sahabeve.
E ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka pas në rroba njolla të safranit, dhe safrani është parfum për gratë, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, parfumi i burrave është ai që ka erë dhe nuk ka ngjyrë, kurse parfumi i grave është që ka ngjyrë dhe nuk ka erë. Përveç kur është gruaja në shtëpinë e saj, mund të parfumoset me cilin parfum do. Thotë gratë kanë përdorur safranin si parfum. Allahu alem, nuk e di, do të thënë ndoshta është qëllimi se i pengon errat e pakëndshme, por nuk lëshon erë, do të thënë që i tërheq burrat e huaj, por ka ngjyrë, edhe në rroba, edhe në trup, do të thënë lyhet gruaja me ta, nuk ka pengesë, edhe nëse del jashtë. Kurse burrat nuk lejohet të përdorin lyerje prej ngjyrave, do të thënë makijazh, me përdor Allahu mustan. Në kohën tonë, burrat lyen kurse gratë i kanë lënë, do të thënë. Burri nuk lyhet me ngjyra. Edhe prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mehjem, kjo është shprehje gjuhën arabe, si është puna me këto, a je ly me safran apo kur dihet se nuk e kanë përdorur sahabët, mirë po çka ka ndodhur, ai ka thënë u martova, do të thënë jam martu, edhe afrimi me rrobat e gruas që kanë qenë me safran, me këtë rrobën e bardhë të Abdulrahman ibn Aufit, do të thënë kanë lënë gjurmë në rrobën e tij. Prandaj ka thënë u martova, do thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ma asdaqtaha. Do të thënë çfarë i ka dhënë për mehr? Cili është mehri i saj që ja ka dhënë? I ka thënë këtë, do të thënë sa 5 dinar, që është shumë pak në krahasim me mundësitë që i ka pas Abdulrahman ibn Auf. Do thotë ka qenë prej më të pasurve, edhe nuk e di, ka disa që kanë bërë një vlerësim të pasurisë së tij, sa do të kishin me standardet e kohës sonë, nuk mund të krahasohen, do të thënë sa ka pas pasuria Abdulrahman ibn Auf. Edhe është i përgëzuar, është do të thënë prej sahabeve më të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk do të thënë se posedimi i pasurisë është kundërshtim me takwan. Do të thënë mund të jetë njeriu i pasur dhe me vepra, do të thënë me besimin e tij, me nënshërimin e tij ndaj Allahut, me vepra të mira, me përdorimin e pasurisë aty ku e kënaq Allahun, do të thënë mund ta fitojë xhenetin. Edhe dikush ka mundësi të jetë i varfër, mirë po veprat i ka prej prej banorëve të xhehenemit. Edhe prandaj pasuria ose varfëria nuk janë peshore. Qëllimi është kur flitet që njeriu mos jetë i dhënë mas dunjas, mos e sakrifikojë ahiretin për dunjan, edhe mos e angazhohet, do të thënë për ibadetit, mos largohet prej obligimeve vetëm për fitimin e pasurisë. Përndryshe nëse i kryen obligimet, edhe bën vepra të mira, edhe nuk e pengon puna e dunjas, nuk e pengon prej obligimeve fetare, atëherë mund të punoj sa të doj dhe të fitoj sa të doj me halal. Gjithashtu, puna të jetë halal dhe fitimi i pastër, do të thënë është në rregull. Por qëllimi gjithashtu është këtu se nuk preferohet teprimi në kërkimin e mehrit ose në dhënien e mehrit. Është mirë që të jetë i lehtë mehri, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, gratë më të bereqetshme janë ato që janë më të lehta për shpenzim. Do të thënë është për qëllim për mehrin, do të thënë shpenzimi për mehr të jetë më i lehtë, të jetë i vogël, do të thënë jo shumë i madh. Edhe gjithashtu për jetesën me ta, mos ketë, do të thënë shpenzime të tepërta që e lodhin burrin, por të jetë e lehtë për mirëmbajtje, me thonë, atëherë ajo ka më shumë bereqet. Pastaj ka thonë, febarakallahu lek, do të thonë, Allahu të bekoft. Kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, kur merr vesh se dikush është martu, i thuhet barakallahu leke, wa baraka alejke, wa jama'a bainakuma fi khairin. Do të thonë, Allahu të bekoft ty, ose ta bekoft martesën, dhe
të dhënë bekime mbi ty për ato që ti je, për pasurinë që do ta keni, për fëmijët që do t'i keni, dhe ju bashkoft në mirësi, në hajër. Edhe i ka thonë eulim walau bisha, do thot bëj walime, pra bëj dasëm ose bëj dark, qoftë edhe vetëm një dele. Ky hadith është argument se walimi është obligim. Domethënë patjetër duhet, domethënë ky është argument të cilin e kanë marrë pra sigur Imam Maliku, edhe thonë se është obligim. Patjetër duhet të bëj walime ai që martohet, patjetër duhet të ftoj njerëz dhe t'i gostis, kurse xhumhuri dietarëve thonë se walimi është sunnet i fuqishëm. Dhe walime do të thonë quhet gostia ose ushqimi që bëhet për dasëm. Edhe është sunet që të jetë në fillim, do të thonë jo pas një kohe gjatë, po me njëherë pas hyrjes dhëndër, do të thonë t'ju jepet gostisen njerëz, edhe që të bëhet e njohur dasma, do të thonë martesa sheriatike është, si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dallimi mes martesës sheriatike dhe zinas është lajmërimi. Në atë hadith është përmendur defi ose dajrja që lajmërohet, do të thonë që të mirët vesh se ka ndodhur martesë. Edhe po ashtu te ana e burrave, do thotë mblidhen për gosti që të përhapet lajmi i martesës më shumë. Po. Edhe walau bisha, do të thonë qoftë edhe me një dele, do të ka tregu se nuk është patjetër edhe shumë të harxohet, por me nënsi është me ban. Disa kanë mendimin sipas kësaj se duhet patjetër mish të ketë, mirë po ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pikërisht për Safijen radhiyallahu anha, ka bërë walime me hajsa. A di çka është hajsa? Do të thonë është një hallë që bëhet me miell edhe gjalp edhe diçka prej hurmave. Do të thonë në këtë mënyrë piqet edhe është ushqimi i preferuar gjithashtu te arabët. Pra ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam walimen vetëm me këtë ushqim. Edhe që do të thonë se lejohet çfarë do lloj ushqimi, vetëm duhet të ketë diçka, një gosti, një tubim për njerëzit. Edhe po ashtu ky është argument se ky teprimi që e bëjnë shpenzimi i tepërt, harxhimet shumta në përdasma, ajo nuk është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, mjaftojmë me kaq, edhe me këtë kemi përfunduar edhe kapitullin e martesës ose kapitullin e kurorëzimit. Më tutje vazhdojmë në radhë për rregullat e talakut, ndarjes, që do të flasim edhe aty për ato rregullat e shariatit në lidhje me ta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.